Angelo Haruni, tashmë zyrtarisht banor i Big Brother VIP Albania 5, ka tërhequr vëmendjen që në ditët e para të qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Përtej mënyrës së tij të lojës, interesi i publikut është përqendruar edhe te jeta e tij sentimentale. Prej disa vitesh, Angelo ka qenë në një lidhje me ish moderatoren e emisionit AKU, Neada Muçaj. Edhe pse romanca e tyre nuk u ekspozua kur hapur në publik, ajo ka qenë prej kohësh e përfolur në rrethet mediatike. Së fundmi, emri i Neadës është përmendur gjithashtu si një nga personazhet që mund t'i bashkohet këtij edicioni të VIP, ndërsa burime pranë formatit bëjnë me dije se hyrja e saj në shtëpi pritet të ndodhë gjatë muajit janar. Pa përmendur drejt për drejt emra, Angelo ka lënë të kuptohet se përjetimet e së kaluarës kanë ndikuar ndjeshëm në mënyrën se si ai e sheh sot dashurinë. Gjatë bisedave me banorët, ai ka folur hapur për shkënjimet emocionale që ka përjetuar. Kam humbur besimin në dashuri për momentin. Mendoja se ishte normale të mos ziheshe në një marrëdhënie, por më është thënë se zënkat janë të zakonshme. Ka dallim mes mosmarrëveshjeve të vogla dhe zënkave të vërteta, u shpreh Angelo. Nëse hyrja e Neada Muçajt në VIP 5 do të konfirmohet, publiku mund të jetë dëshmitar i një përballjeje të papritur mes dy ish partnerëve, të cilët do të detyrohen të bashkëjetojnë 24 orë nën të njëjtën çati. Një situatë që pritet të sjellë emocione të forta, tension dhe zhvillime interesante në shtëpinë më të ndjekur në vend.